e veçanta e historisë suaj, dashurisë e historisë së re, të dashurisë, janë pikërisht këto mesazhe dhe një komunikim I cili është tashmë I zbardhur dhe I ruajtur si një relik shumë e bukur e fillimeve tuaja. Dhe unë ju përgëzoj shumë që keni arritur të ruani, keni pasur kohë, keni pasur nerva, keni pasur përkushtimin, vullnetin e duhur për të zbardhur SMS-t dhe për të ruajtur ato, siç e thash në fillim, si një relik të bukur të fillimeve tuaja. Dhe ne që jemi këtu, unë ju ftoj të emocionohemi pak më shumë, megjithëse jemi në fillim, sapo kemi filluar të flasim për dashurinë tuaj, ju ftoj të emocionohemi që në fillim të rrëfimit të historisë tuaj. Ndjekni material. Ishin disa pjesë nga mesazhet, me sa e pe, të cilat ne në bashkëpunim me Dorelën arritëm të krijojmë këtë montazh të shkurtër sa për të filluar me surprizë dhe për të emocionuar si fillim. Por rishtas do vazhdosh të emocionohesh, unë të premtoj për këtë. Po Dorel, si do ta vazhdojmë këtë pjesë ne? Unë jam gjithmonë e vëmendshme nga detajet dhe më pëlqen t'i ruaj ato shumë. Pëlqen të shkruaj, ndjesitë e mia her pas here, vizatoj, ose her pas here bëj diçka që është e tillë që mbetet. Dhe më pëlqen që të mbetet. Dhe dua që ta ndaj me të tjerët. Unë pjesën time të kohës mundohem që kur flas me shoqërinë dhe me Vedatin që të ndaj gjërat e mia. Më pëlqen që t'i tregoj, jo thjesht që t'i mbaj për vete. Sepse e shijoj dhe vetën ashtu dhe atë gjë që përjetoj. Edhe e ndjen më bukur kujtimin duke edhe ndarë me të tjerët. Më pëlqen që t'i ruaj, domethënë patjetër ruaj në përgjithësi ruaj çdo gjë, kartolina, shënime, shumë edhe shoqëria ime e Vedati di shumë mirë që e kam shtëpinë plot me gjëra të tilla.